Ndalemi tek armiqt më të mëdhenj të buzëqeshjes. Është vera? Armiqt më të mëdhenj besoj se janë ato që prishin funksionin, dhe vera është ai që i jep një ngjyrim të jashtëm. Duhani atëherë? Duhani, unë do të thosh alkoolet e rënda, kanë përmbajtje shumë të lartë të acideve, dhe rrjedhimisht bështyma jon saliva bëhet me një përqendrim më të lartë të acidit, që do të thotë një shkatrim më të shpejtë të dhëmbit, të zmaltit. Armiku kryesor i shkatrimit të dhëmbëve është acidi. Edhe kur kemi gurza, aty depozitohet acidi, ose mbeturinat ushqimore kthehen acide dhe krijojnë karesin dentar. Duhet parë se çfarë dëmtohet, funksioni apo vetëm aspekti estetik, ngjyrimi? Çdo alkool e dëmton dhëmbin, por ato që dëmtojnë më tepër janë ato që kanë përqindje më të lartë të alkoolit. Vera e kuqe, vera e bardhë? Do të thosha që janë të alkoolet e lehta. Ato që janë më të forta janë ato që janë alkoolet që janë mbi 20 gradë, 18 gradë, ato alkoolet që rakia. Duke qenë se jemi edhe një shoqëri që e përzjedhim. Mirë.